Mirë pas ke dalë qëto. Po mirë, fotografi. Tupakin s'fond? Po. Angon Tupakin? E ngoj. Angoni popa? Hej. Zoti Rama, si je? Mirë, që unë të vëllu pa nej. Që shkalove? Mirë? Kam qenë njëri fundit prej familjes që e kam përcjell prej shtëpisë. Unoza jashtme e Prishtinës është projekti më i madh infrastrukturor. Në vlugën e intervistave që jemi të i bo me kandidat për deputet para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, sot e kom kënaqësinë që e pata mundësinë me intervistu edhe nënkryetarin e Prishtinës, zotin Shkam Manaj. Shkam, të falenderoj që pranove me që jemi pjesë e intervistës. Falenderoj, shumë është nësi për mu. Shkam, jemi në hollin e selisë qendrore të lidhjes demokratike të Kosovës. Këto po i shoh disa murale. Çka do me thonë LDK-ja mas pari për ty si institucion? Çka do me thonë ky objekt për ty? Po, ky objekt është shtëpia politike e lidhjes demokratike të Kosovës. Është shtëpia jonë politike, sepse ne edhe si familje do të prej themelimit lidhjes demokratike të Kosovës kemi qenë pjesë aktive. Baba ka qenë njëri prej themeluesve të lidhjes demokratike të Kosovës, kryetari i degës në Stok për shumë vite, dhe prej atëherë tash ne jemi të pandashëm me lidhjen demokratike të Kosovës, e cila është bërë shtëpia jona edhe politike, por shtëpi e dytë. Do me thonë paka shumë ti e rritë në këtë vend. Jemi rritë në Çfarë këtë kujtime, a vend. mënesh me kallëzu kujtimet më të mira dhe më të këqija që i kinë këtë vend, në këtë Kemi kujtime shumë të mira edhe në këtë objekt, po edhe në shtëpinë e Pavarësisë, sepse shtëpia e Pavarësisë ka qenë selia, do të thotë ku është mbajtur aktiviteti edhe i presidentit Rugova. Më ka ndodhur që si fëmijë me ardhur bashkë me babën këtu në Prishtinë, takimet që i kam pasur të premteve, kryesisht kryetarët e degëve, dhe aty kam pas kënaqësinë domethënë me nejt në prerjen e shumë njerëzve të mëdhtë Kosovës, edhe të presidentit Rugova, edhe të akademik Femia Agonit, pastaj të Anton Qetës, të Azem Shkrelit, të Idris Zajetit dhe plot figurave tjera me cilët do të thotë ne jemi rritur gjatë rrugtimit që ka pas Kosova për liri dhe pavarësi. Prandaj i mbaj këto kujtime të freskëta, janë kujtime të mira, por normalisht kemi pasur edhe kujtime kur për shkak të vrasjes së babës në vitin 2000, do të thotë ka qenë një tronditje e madhe edhe për familjen, por edhe për lidhjen demokratike të Kosovës. Kështu që kujtimet me LDK-n kemi edhe të mira, por kemi edhe kujtime kur kanë qenë kujtime të vështira, të trishta, edhe për ne edhe për Kosovën. Shkëmb, jemi para profilit të Shaban Manajt, 1955-2000, është baba jotë, ka gja i ri. I ri po ka qenë e kyçën herët në lëvizjen për pavarësinë e Kosovës. Çfarë procese ka qenë i përfshim? Ka qenë gjitha proceset, edhe para themelimit lidhjes demokratike të Kosovës, ka qenë pjesë e lëvizjes për shtjerimin e Kosovës, kur grupet atëherë do të thotë janë organizuar kundër pushtuesit, pastaj pjesë aktive të pajtimit gjaqeve. Pajtimi i gjaqeve... A ka qenë i përfshim edhe në veprimtarin për pajtimin e gjaqeve? I përfshim, do të thotë. Grupi i parë i studentëve ka qenë student nga Peja dhe i Stoku, që kanë qenë miq të babës, iniciues të këtij projekti, dhe do të thotë ideja dhe takimi i parë që është mbajtur në shtëpinë tonë i Stoku. Okej, çfarë moshe ke qenë ti në atë kohë? Në atë kohë kam qenë vetëm 7 vjetë. Vetëm 7 vjetë? Vetëm 7 vjetë, jam lindur në vitin 1983, vetëm 7 vjetë, do të thotë si fëmijë, do të thotë në vitin 89-90, kur është themelu lidhja demokratike e Kosovës, edhe kur ka ndodhur procesi i madh i pajtimit të gjasheve. E cili është kujtimi më i mirë që e ki prej Shabanit? Qoftë personal, po edhe politik, do me thonë, mesazhe, diçka që atë ka rase, ke qenë i ekspozum që është fëmijë në veprimtarinë e tij, çka të kujtohet menimi i parë kur e sheh për shembull profilin e tij këtë foto kur ka lënë knej? Tash me babën kemi kujtime shumë të mira. Me ju thonë të drejtën, baba ka qenë një aktivist i pandalshëm. Është prej njerëzve domethënë që çdo ditë është angazhuar për çështjen e Kosovës, atëherë dhe kemi pas ndoshta raste të rralla kur kemi nejt kështu edhe në familje për shkak të mungesës, për shkak të aktivitetit që ka pasur çdo ditë. Por me babën kam pasur një raport kështu të veçantë si fëmijëtin. Jam qenë shumë i lidhur me to, edhe kur kemi ecë rrugës bashk, kam qenë prej atyre fëmijëve që gjithmonë ka hyrë në qafë dhe ka bardhë në për qytet dhe kur nuk e harroj të thotë këto kujtime që kemi pas me babën atëherë. E ka pas kështu si më të veçantë sepse ne jemi 4 djem
dhe kemi një motër, por unë kam qenë kështu më i veçantë për babën, gjithmonë kam qenë afër tij dhe kam pas gjithmonë interesim për aktivitetin e tij, pse kam qenë shumë i ri në moshë, domethënë kam pas interesime që me pa çka është kjo punë dhe si po ecë dhe çka është duke ndodhur kështu. Cila është këshilla më e madhe, më e mira profesionale që të ka jap edhe sot ndoshta që vazhdon me qenë pjesë e jotja? Tash unë kam trashëguar edhe këtë pjesën politike po edhe të profesionit, sepse jam jurist me profesion, baba ka qenë avokat. Ka qenë avokati i parë në komunën e Stokut atëherë dhe ka qenë një humanist i madh, do të thotë kam trashëguar edhe këtë pjesën e humanizmit, do të thotë është prej avokatëve të rrallë në Kosovë që gjithë proceset që kanë qenë puntuar atëherë politike kundër shqiptarëve në regjimin e Serbisë i ka mbrojtë dhe i ka mbrojtë pa asnjë cent. Të kujtohet dita dhe momentin, ashta shumë emocionale me folë për këtë gjë, mirë po mu po më intereson me ditë kur e ke marrë lajmin tragjik. Çaj momenti parë, çish ka qenë, çish e ke? Momenti brasti babës ka qenë ashtu interesant, do të thotë baba është marrë në shtëpi, një shtut pa besë, sepse kanë ardhur dhe ka kërkuar një ndihmë juridike që më shku me marrë një autorizim të një familje dhe ka shku me ta njëri i fundit, do të thotë që e ka përcjell babën nga shtëpia, kam qenë unë. Unë e kam përcjell, kam qenë njëri i fundit prej familjes që e kam përcjell prej shtëpisë dhe pastaj pas 2 javë është gjetur, do të thotë përveç është vrarë, trupi i tij është djegur dhe është karbonizuar dhe në atëherë do të thotë ka qenë një prej rasteve më tragjike që ka ndodhur në Kosovën e pas luftës. Tash është shumë rëndësishme se ne fëmijët e tyre do të thotë po e vazhdojnë trashëgimin e tyre. Me Besionën jemi bashk koleg, edhe kandidat në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me Drontina Malokun, vajzën e Emër Malokut, po ashtu jemi në listë së bashku për deputet, me Flamur Bytyqin, djali nuk Bytyqit, për herë të parë është edhe ai kandidat për deputet, jemi edhe miq edhe shok. Me Alban Racin është djali i Smet Racit, është kryetari i degës në Klinë atje, jemi miq të pandashëm, çdo ditë rrim bashkë, që përveç që i kemi pas prind edhe shok edhe bashkëveprimtar, ne e kemi ruajtur këtë trashëgimi dhe sot ne jemi miq edhe jemi bashkëpunëtor edhe në parti, por edhe ne japim kontributin për emisionet e vendit tonë. Cila është ajo puna, çaj projekti ku ke qenë i përfshimti direkt edhe me cilin nihesh më shumë ti krenar? Janë shumë projekte, kem filluar punën e parë që kem bërë me cilën në ndihmë krenar është projekti i Sunny Hillit. I Sunny Hillit. I Sunny Hillit. Vendosja e Sunny Hillit në Prishtinë sepse kemi pas rrezik. Ngjarja më e madhe kulturore. Ngjarja më e madhe kulturore në vend, sepse po në vend që vendos Prishtinën në hartën e evenimenteve më të mëdha të kulturës në botë. Kemi bërë një punë të jashtëzakonshme sepse kemi pas blokad nga qeveria e Kosovës që të mos i ndohet lokacioni i Sunny Hillit për 99 vite dhe rreziku i madh ishte që ta humbim këtë festival. Kështu që ne kemi dhënë kontribut dhe sot Sunny Hilli është në Prishtinë fal punës tonë të pandashme edhe të kryetarit Rama edhe timet dhe të bashkëpunëtorëve të tjerë. Edhe transformimi atje në Bërnicë, fantastik. Është bërë një ambient që ka transformuar atë pjesë, atë zonë, sepse atje dhe pasaj do të ndërlidhet edhe me lurat mesdhetore, atje do të vendoset edhe fshati olimpik. Edhe në njëna prej punëve të mira, do të thotë me cilat unë ndihmë krenar është edhe procesi i lurave mesdhetore. Është aktiviteti më i madh sportiv që do të ndodhë në Republikën e Kosovës në vitin 2030, dhe këtu, zbashku me kryetarin Rama, kemi dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, sepse edhe këtu kemi pas rrezik për shkak të bllokadave të qeverisë që t'i hupim lurat mesdhetore për Kosovën, që do të ishte gjë fatale për sportin e Kosovës, por edhe për krejt të Republikën e Kosovës. Projektet e infrastrukturës është rruga O, është arteria kryesore infrastrukturore në Prishtinë që ndikon në zgjidhjen e komunikacionit. Aty kemi pas një ballafaqim të madh me qeverinë e Kosovës, kemi shku do të të 3 nivelet të gjykatave, për një më shumë se një vetë është blokuar ky projekt, por në fund drejtësia ka vendosur dhe ne kemi pas të drejtë dhe projekti tash është duke realizuar, që mendoj që do t'i bëjë zgjidhjen më të madhe komunikacionit pas unazës së jashtme të kryeqytetit. Rruga O është arteria kryesore e infrastrukturës në Prishtinë.
Na bashkë me Shkëmbin njerëz, po shkojnë atashti te rruga e Recep Luci, ku Shkëmbi ka qeni përfshim në projektin edhe transformimin e asoj rruge, e keni po edhe vetë që shubo kaldrëmi aty, plus onash, ai sheshi fantastik. Okej, Shkëmb, jena tash në rrugën e Recep Luci, qërë çfarë eksperiencë me të kënej njeri tash. Fantastike, që ka qenë më herët, ka qenë lugu, do të këtë gjysë me dalë, herë në trotuar, herë në rrugë, vishin vetura kënej, fantastike u bo, definitivisht. Shumë, kjo është njëra prej projekteve dhe më thonë po. Drojt mirë dhe urujt pjesa gjelbrimit, edhe pjesa kaldremet, është dhe më thonë njëra prej projekteve që ka transformu pjesë dhe hapësirat publike të Prishtinës, që është pikërisht vizioni edhe i kryetarit Roma, por edhe i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne kemi pas shumë projekte të tilla, një pjesë prej tyre do të thotë fatkeqësisht janë ndalë prej qeverisës qendrore, por këtu arritëm që ta përfundojmë këtë projekt, edhe pse këtu kemi pas vështirësi të mëdha sepse lëndën e kanë dërguar deri në prokurim për mi nal punimet në këtë. Apo? Po. A u mbyll si rast, a është halo proces? Ja, ka mbyll. Edhe në favor të kujna? Në favor të komunës. Apo? Po. Shkëmb, a kishëm shku pak edhe të verë në dimër, kishëm marrë në isan me pi? Po. Se janisi që tashti me ma lyp pak sheqerë. E donë edhe është për njëna prej evenimenteve që kemi organizu. Apo ka koncert këto, ma herët keshte e folë me Shkëmbin, qysh sa ralli bik nej, më tregoj për patinazh, që është vendos atje te platoja, atje te grandi, i thash një me ata, qysh se ke pa. Kështu që, për shëq skena ka këto, se disha tash ashtë. Çdo natë ka po organizime koncerte. Fantastike. Po, shumë fantastike, shumë mirë ka dalë. Po. Tupakin s'fond? Po. Angon Tupakin? E ngoj. Angoni popa? Ngoj. Përshëndetje. Si jeni? Si kaloni, a jeni mirë? A bën diçka të nxehtë mundësisht. Okej, Shkëmb, je për verë, je... Po, edhe mu, njejtë. So i kene shtu se më thojnë tani të korruptoj deputeti. Jo, po kam qavone. Unë kom qenë refugjat në Zvicër një 7 vite. Kër u hi natë të qatëherë vullnetarje, mardë dhe apet më bo, apet e bëjë, se qashtu janë gjene familjare. Kjo shkon me gjene. Edhe ju thash që edukata, krejt blehen, edukatën së më përbleshe. Na kemi problem thash me fjallor. Shumë i vrash fjallori mes nesh, për vetit po foli. Edhe qësh evitohen këto? Me shty paret madhe, sa e lyp poshnjorja, në përgjësi shqiptarët në Kosovë, 1 miliard, 10 miliard, e jo drona, se s'jam kundra drona, duhet edhe drona, po fëmija, kur t'i bët 18 vjeç, a i del me komponente shnosha, a i për mu është ushtarë. Këtu na duhet më frekuentue në qëtë par pike. Prioriteti duhet me thonë edukimi i hershëm i fëmijëve, edhe për që ta do më thonë na kemi fillu projektin e mësimit tërditor në Prishtinë, edhe pse këto kemi pas, do më thonë, infrastrukturën me zgjeru. Infrastrukturën jemi të zgjeru, fillëm mësimi tërditor. Me mësim tërditor, ku fëmijët janë mrana qerdheve, kanë plot programe të kurrikulës që ka të shtetit dhe programe tjera të avancume, ne bojmë fëmijët njëjtë si kur fëmijët në Evropë. Dallimi i jon edhe i qeverisë në raport me Mërgatën shto. Këta shohin Mërgatën vetëm një thes për me mbledh vota. Na e shohim Mërgatën pjesë të zhvillimit shtetit Kosovës. Kryetari i Prishtinës ka ardhur prej Mërgatës. Do të dhon kontributin kështu, për shkak se Lidhja Demokratike e ka ftuar dhe ka ardhur me dhon kontributin për Kosovën. Këta 2 ministra e kanë pru prej Mërgatës, ministrin e Shëndetësisë edhe ministrin e Mbrojtjes. Të dytë janë obligu prej tyne edhe me lëshu pozicionet, edhe me lëshu Kosovën. Që kjo është dallimi mes LDK-s edhe vetëvendosjes në raport me Mërgatën. Po më dhamë shpirtë që nga njerë, po më shkon nga mendja se kom shiju atje, e po më thonë vetit, val, mos u bo apet një qeverie përkoshme në gzil, më rëmen, lirin për gzojmë, a nuk në kujtojnë fjallët e presidentin Clinton, që thotë, kjo tash u shliru vendi, po paqen duhet ju me Na kemi fitu luftën, po ju duhet me e fitu edhe me vojt paqen. Aja shumë do me thonë se është. Shumë do me thonë. Fantastike media. Shumë. Do me thonë super këshilla. Po.
pat, edhe ke i formësum këgja. Po shumë i formësum, edhe bove, ka qenë mërgat, të këthy me njerë pas suftis me dhonë kontributin në Kosovë. Po shumë rëndësi që se cili institucion, edhe përfaqësues të institucioneve, me pas komunikim normal me qytetarët. Tash jemi para objektit të qeverisë, do me thonë. Zotin Rama, po e shohem. Hej, Zoti Rama, si je? A je mirë? si je, intervist? Në intervist, takum rasisht, do me thonë. Oh my Mirë. god. Mirë, që unë të lypa nej. Që shkalove? Mirë? Mirë shumë. Keme morëm ka një vend zetë, po e bëjshin ti për të mirë qëto, se dia i ke provu, po fantastike. Kam provu, veç tash në gjatë orarit punës jenë të rrezikshme. E vërtet. Menova, masi i morëm e menova, më kujtu. Ani boni ma kreativ. Shka më bine, ke pos 3 vjetë këshilltar, tash nën kryetar, a më nësht me 3 fjallë me ma përshkru. Se deri që tash na voli shumë u lavdu, po. Shkombin e kemi të mrekullueshëm, faktikisht nuk lavdojt që ashtu e meriton. Në aspektin gjyqësor kemi fitu shumë raste si rezultat i një pune shumë super profesionale të Shkombit, edhe ka qenë me të vërtet një shtyllë dhe vazhdon me mbet një shtyllë e fuqishme për kryeqytetin. Po nuk është, s'po du me ju thonë, mos e votoni e lene që aty, po votoni se na vynë edhe në parlament ma shumë, në kuvend. A ka me qenë një prej atyne që kime votu ti personalisht? Absolutisht që po, absolutisht që po, është i mrekullueshëm edhe na duhet për me ndihmu gjithë Kosovës. Faleminderit shumë, zoti Roma, kalofsh një ditë sa më të mirë. Faleminderit. Tëm. Çka do me thonë ky institucion për ty shkam? Po, kjo është objekti i qeverisë të Kosovës. Normalisht është vendi ku vendosën njerëz që udhëheqin shtetin e Kosovës. Por fatkeqësisht gjatë kësaj qeverisje ne kemi pas pengesa të mëdha. Sidomos komuna e Prishtinës, por edhe gjitha komunat tjera të Kosovës. Prandaj për 5 vjet kemi pas një ballafaqim të jashtëzakonshëm me bllokadat që ne ka bërë qeveria e Kosovës. Këtu është edhe Ministria e Financave dhe ju kujtohet që para 2-3 javë këtu kemi qenë edhe në protest para Ministrisë së Bashku edhe me sindikatën e trafikut urban, sepse këta bllokuan buxhetin e Prishtinës. Për herë të parë në historinë e Kosovës, po ndodh që qeveria qendrore me blloku hyrat vetanake të komunave, të cilat janë garantuar me ligj dhe me kushtetutë. Do të thotë, bllokohet buxheti i qytetarëve të Prishtinës pa asnjë nevojë dhe pa asnjë bazë ligjore dhe kushtetuese. Kjo ka qenë, mendoj, prej veprimeve më të dëmshme që i ka bërë qeveria e Republikës së Kosovës, por që ne kemi fituar sepse nuk kemi ndalur asnjëherë. Ta zojna mas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, po i fiton votat e nevojshme edhe po e siguron një vend në kuvend. Cila ka me qenë kauza për cilën kime luftu mas shumëti, për çka kime insistu me shty për para mas shumëti, e ke menu? Po, janë shumë çështje. Unë kam qenë deputet edhe në vitin 2019 dhe kom udhëheq Komisionin Kryesor të Parlamentit, Komisionin për Legjislacion. Mendoj që shumë ligje dhe shumë akte administrative që janë nxjerrë nga Parlamenti dhe nga qeveria janë nxjerrë në kundërshtim me Kushtetutën, që e kanë bllokuar Kosovën në zhvillim. Unë do të angazhohem fillimisht që të ndryshojmë një pjesë të legjislacionit në të cilin, domethënë, bazë cilit janë bllokuar komunat e Kosovës. Ne duhet t'ua heqim pengesat ligjore dhe administrative dhe mendoj që buxheti i investimeve kapitale kryesisht tash duhet të bartet nga niveli i ministrive tek niveli i komunave të Kosovës. Okej, jemi këto Shkëmb në zonën, vendin më problematik aktualisht. Pse su kry hala kjo Shkëmb? Kjo është pyetje për Ministrinë e Kulturës edhe për qeverinë, që ka ndalë edhe këtë projekt. Pse Shkëmba, heq kur qysh s'u pëgjeni një gjuhë të marrëveshjes, Ne mirë kemi kuptuese? pas shumë takime të përbashkëta, por është e çuditshme çka folni? ne takime do të thotë janë konstruktiv, por kur vjen çështja vendimore, pastaj vendimet janë kundërshtim me ato që na bisedojmë në tavolinat Apo? Se ndërinstitucionale. kështu në diskutime bashkëpunues Diskutimi janë shumë okej, domethënë komunikojmë mirë, po do ta shiqojmë andej, ndërsa në anën tjetër ose bllokojnë ose vendosin, domethënë, ko zgjatje të madhe mas një viti, 2 vite, sjellën vendime dhe në fund nxjerrin vendime refuzuese që kanë qenë kundërshtim plot me ligjin. Shkëmb,
qysh është plani realisht për këtë zonë? Do me thonë, qysh ka me u bo këto? Asfalti, po e shë që një pjesë halo ka met, a hekët, vendosën plaka, qysh është në pjesën tjetër të qeshit? Do të vendosën po. Mas pari është që dishme që ka ndodhë. Do të gjysmën e rrugës Këndej, ka thonë që këtu mundeni me punu, por ajo pjesa tjetër është trashëgimi kulturore. Çka dallon këto? Ku ka trashëgimi kulturore këto? Madje na kemi shku edhe ma thellë, sa që operatori do thotë punëkryesi që i kryen punë, kemi kërkuar që të marrë edhe mjete që të shiqojmë ka edhe gjetje nëntokësore arkeologjike, që kanë kryer edhe këtë proces edhe pse nuk ka qenë obligative. Kjo është ndalë në emën të zonës mbrojtjes, një dokument i cili nuk ka hyrë në fuqi kurrë. Projekti është i jashtëzakonshëm, është një projekt fantastik që krijon qasje të kësaj zone, që ndërlidh domethënë edhe me pjesën tjetër të lagjës Pejton, por edhe me pjesën e bibliotekës kombëtare dhe gjithë pjesën e sheshit atje. E dhe ku pretendohet me vazhdu që ky shesh në plane afatgjate? A janë të vërteta këto spekulimet që thëshin deri të rrithi me flamur atje te posta? Me afatgjate ky projekt duhet shkoj deri te rrithi i flamurit, por kjo do të ndodh pasi që të bëhen gjitha zgjidhjet e komunikacionit. Do të kryhet projekti këtu, që është projekti i sheshit Gjergj Bush, sheshi Katedrales, dhe shumë shpejt do të vazhdojmë atutje me sheshin e xhamisë të madhe, cila është duke u ndërtuar afër postës aty. Edhe atje do të jetë një shesh jashtëzakonshëm dhe xhamia e madhe do të thotë është njëra prej projekteve më të mira që do të krijojë qasje edhe për komunitetet fetare në atë pjesë atje. Unoza jashtme e Prishtinës është projekti më i madh infrastrukturor dhe mendoj që është projekt strategjik e cila do të ndodhë në qeverisjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe që i bën zgjidhje një herë e përgjithmonë komunikacionit në Prishtinë. Qysh po e shoh ko kanë të ta vendos banirin, çfarë numri se si jam të e po mirë, me 4 sy edhe s'po shoh. Numri 29, është numri 29, është numër me cilën i kanë fituar 2 palë zgjedhje dhe prap këtë numër e mbaje. Do me dhonë numri jot me fat. Me fat. Me fat. Mirë pas ke dalë qëto. Po mirë, fotografi. Zoti Manaj, të falenderoj shumë që gjete kohë dhe me kalu një gjysmë dite sot me mu, krejt qeshin shkum, Celin qëndrore, ishte knatësi. Falenderit shumë, ishte knatësi shumë për mu që sot jem bashkë me ju në këtë intervistë dhe bashkë komunikim. Ka shprej me e njerëz, unë jem Burim Pacolli mos harroni, me që ta mërim që një këtë platformat, siguroni ku do që jeni prezent jo në rrjetet sociale, jo me dhonë, siguroni një follow me ma bu.